Zoti Prenga, si e keni parë evoluimin, po themi, të raporteve mes Edi Ramës dhe Erdoganit, ku duket se tashmë nuk janë më ato raporte të dikurshme dhe duket se Turqia po zëvendësohet sa i përket raporteve mes dy vendeve apo dhe bashkëpunimit në nivel ushtarak apo edhe në sektorë të tjerë? Unë mendoj që Rama e ka pasqyruar dhe nëpërmjet deklarata, por përgjithësi nëpërmjet veprimeve, që është një partner jo i qëndrueshëm, jo i besueshëm. Sepse linjat themelore të partneritetit strategjik dhe të partneritetit me shkëmbime reciproke interesash, duke patur mes dhe interesat e vendit, ai nuk ka treguar, si mu themi, një linjë të qëndrueshme, por ai ka ashlëkundur sa në një drejtim në një tjetër, duke menduar vetëm për interesin e tij personal dhe të enturazhit që e rrethon, pa qenë një vizionar politikan për të menduar së pari për partnerët strategjik që nuk mund të lëvizin sa herë do apo ka dëshirë një kryeminist i cili do qoftë ky, apo edhe të enturazhit të tij që rrethon qeveritar. Kjo vjen si rezultat i unit, për fat të keq, që e ka Rama të theksuar, dhe i mungesës së dëshirës për të dëgjuar dhe për të marrë mendime nga ekspertët që ka, dhe detyrimisht që Ministria për Evropën dhe marrëdhënie me Evropën dhe do thosha edhe marrëdhënie me jashtë është ajo që duhet luajë një rol të rëndësishëm nëpërmjet strukturave të brendshme që ka, por mbi të gjitha nëpërmjet përfaqësive tona të akredituar në vendet më të rëndësishme në të gjithë botën, po kryesisht në Evropë. Kjo e ka treguar më së një herë Edi Rama që është ai që flet, propozon dhe vendos, dhe nuk merr mendimin e askujt, dhe ata të cilët i paraqesin një mendim ndryshe edhe nëse është në favorin e Shqipërisë, jam i bindur që ai do të vejë të gjithë bateritë që ka, forcën e tij të pushtetit duke e përdorur në mënyrë më të keqe të mundshme për të bërë atë çfarë nuk duhet bëjë një lider, pra për ta hequr nga skena politike. Kjo është rezultat i pushtetit të gjithanshëm që ai kërkon të ketë dhe ja ka arritur pothuajse për të futur në dorën e tij dhe për të përqendruar gjithçka në duart e tija, në dëm të demokracisë së brendshme së pari të asaj që unë do ta quaja Partisë Socialiste, por për fat keq i është besuar vetëm këtij dhe një, si më themi, qete të vogël që do ta quajë në formën një bande brenda saj, pra duke filluar që nga jeta e brendshme dhe, si më themi, demokracia e brendshme e partisë, atë pastaj e ka transferuar me një pushtet të padiskutueshëm në qeveri dhe të gjitha strukturat dhe institucionet e tjera të shtetit shqiptar, me ndikim do thosha negativ që do të ketë pasojë jo vetëm sot, po të ketë pasojë edhe në të ardhmen për sa i përket demokratizimit të jetës në Shqipëri. Zoti Prenga, në këtë rast me zhvendosjen e këtij raporti mes Shqipërisë dhe Turqisë, a mendoni se i jep hapësirë më shumë Greqisë për të përforcuar ambicjet e saj kundrejt Shqipërisë dhe për të po themi realizuar ato interesat e saj të kahershme? Është e kuptueshme që boshllëk në gjithësi nuk ka. Dhe detyrimisht që ai boshllëk apo ajo pjesë që është mbushur deri dje në marrëdhëniet diplomatike shumë miqësore e vëllazërore me Turqinë dhe Erdoganin, detyrimisht që do tentoj ta zej dikush tjetër, dhe ai të cilin do tentoj ta zej dhe që ka ndikuar drejt për drejtë me përkeqësimin e marrëdhënieve me shtetin turk dhe personalisht me presidentin Erdogan, kam bindjen që është ndikimi i diplomacisë greke dhe detyrimisht që kjo është në një farë mënyrë njeriu duhet të jetë aq më tepër diplomati dhe qeveritari duhet të jetë shumë i kujdesshëm për të mbajtur në ekuilibër marrëdhëniet me shtetet, me fqinjet dhe siç e përsëritja pak më lart pjesën e partneritetit strategjik. Nuk mund të luhet me këto gjëra sepse je duke luajtur jo me fatin e një personi as një kryeministi, por luan me fatet e një vendi dhe një komi për më tepër. Dhe në këto kushte kam bindjen që edhe në këtë pjesë kryeministri nuk është se merr mendimin e ndokujt, por ai si i gjithanshëm, si universal, si i ditur dhe i dërguari i Perëndis në tokë, tashmë ai
bën gjithçka, vendos për gjithçka e nuk pyet se cilat do të jenë dëmet dhe pasojat për vendin sot dhe në të ardhmen. Ndërkohë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kongresmeni Joe Wilson ka kërkuar hetime lidhur me lidhjet e mundshme të qeverisë shqiptare me trafikun e drogës, apo lehtësimin që kjo e fundit mund të ketë krijuar trafikun ndërkombëtar të drogës. Ndërkohë, nga ana tjetër, Gjermania dhe konkretisht eurodeputet gjerman janë mbështetje të protestës dhe janë të rrept sa i përket me qeverinë shqiptare. A mendoni në këtë rast se ka një lëvizje paralele mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë sa i përket pjesës Bashkimit Evropian, që është një nga vendet më të rëndësishme për ta kanalizuar goditjen ndaj Edi Ramës, dhe nëse nuk i vjen nga protesta në vijimësi goditja, a mund t'i vijë nga Amerika dhe Gjermania? Unë mendoj që të gjitha vendet përgjithsisht ruajnë një balancë dhe shikojnë zhvillimet politike të brendshme të një vendi, dhe në përputhje me to ata ndërtojnë edhe, si mund themi, misionin për situatën e krijuar. Protesta që ka hyrë në ditën e 46 ringjalli shpresën dhe riktheu besimin tek Shqipëria dhe shqiptarët. Jo vetëm brenda vendit am, por edhe tek shqiptarët tjerë që jetojnë në të disa shtete për rreth e kufi me Shqipërinë. Natyrisht që kongresmenët, parlamentarët e vendeve të ndryshme, edhe qeveritarët e shikojnë dhe e ndjekin me shumë vëmendje këtë zhvillim. Elementi i parë që i duhet një vendi është ajo që ne e kërkojmë çdo ditë, por pak e vlerësojmë, është siguria. Dhe siguria e para që është shtylla kryesore është siguria politike. Nëse në një vend nuk ka siguri politike, ka pasiguri, atëherë të gjitha të tjera që vinë, siguria dhe mbrojtja personale, rendi dhe qetësia, siguria shëndetësore, siguria ushqimore, siguria arsimore, siguria ekologjike, të gjitha llojet dhe tipet e tjera me të cilat ne do të jetojmë e jemi të detyruar të jetojmë në 24 orë non-stop 7 ditë javës, janë të lidhura me atë çfarë i paraprin. Dhe ajo çfarë i paraprin në krye të kolonës është siguria politike. Për fat keq, siguria politike në Shqipëri ka qenë prej kohësh e lëkundur dhe ajo nuk mbillte besim e shpresë për shqiptarët. Ky ndikim tashmë ka shkuar në kancelarit evropiane dhe në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Detyrimisht që elementet antar të Bashkimit Evropian, të Parlamentit Evropian dhe të parlamenteve përkatëse respektive të vendeve, si dhe kongresmenët, nuk mund të qëndrojnë në heshtje, nuk mund të rinë në heshtje, dhe detyrimisht nëpërmjet deklaratave, nëpërmjet formave tradicionale që tashmë njën të reagimit, ata do ta shfaqin reagimin e tyre. Dhe jam i bindur që fryma e protestës, objektivat e protestës, misioni i protestës është në unison të plot dhe do të vazhdojë të jetë përmetutje në bashkëpunim të ngushtë me ndërkombëtarët, sepse për të ndryshuar apo të sjellë diçka ndryshe në një vend, është e pamundur që të realizohet pa bashkëpunimin dhe mbështetjen e ndërkombëtarëve, duke filluar nga ato të akredituara në Tiranë dhe për të vazhduar pastaj në kancelaritë si evropiane ashtu dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që unë shpresoj, besoj dhe uroj që kjo të vazhdojë më tutje dhe të rritet ky lloj bashkëpunimi dhe të qartësohet më tutje edhe misioni real i protestës nga organizatorët. Sepse kjo është ajo që e mban frymën ndezur dhe thith qytetar që t'i bashkohen kësaj proteste për realizimin e misionit të madh. Zoti Prenga, mendoni se dosja ose më saktë takimi sekret i Arubës, ku dyshohet se janë takuar njerëz të kryeministit Edi Rama me trafikant ndërkombëtar për atë trafiku të drogës, pra eksponent shumë të lartë të krimit organizuar dhe trafiku të drogës në Amerikën Latine, të cilët një pjesë e tyre dyshohet se fshihen pas investimeve në Zvërnec. A mendoni në këtë rast se kjo dosje, nëse SPAK-u pra e çmonton tërësisht dhe e zbardh si dosje, mund të jetë fundi i Edi Ramës? Unë mendoj që tashmë është mbushur kupa në të gjitha aspektet dhe drejtimet, qofshin ato politike, qofshin ato ndërkombëtare, diplomatike, qofshin ato edhe elementit e ekonomik dhe të trafiqeve të ndryshme që vazhdojnë të organizohen dhe të gjejnë një
stre apo një shtrat të përshtatshëm në Shqipëri, duke filluar nga pjesa e qeverisë dhe mungesës së reagimit të saj. Bota e qytetëruar për mbështetur në zhvillimet e teknologjisë dhe të shkencës bashkohore ka arritur tashmë të ketë në përgjim dhe të vej nën kontroll në një farë mënyrë të gjitha mënyrat e komunikimit dhe të trafiqeve që realizohen dhe personat. Sky dhe Encrociati të dyja në gjuhën e dytë më të folur pas anglishtes është shqipja. Dhe detyrimisht që ata i kanë, por për fat të keq nuk kanë mundësi për të ndikuar drejt për së drejtë, sepse ato janë thjesht dhe vetëm mund merren si indicje për të përbërë pastaj praktikën dhe rrugën e ndjekjes për të marrë e gjetë fakte nga strukturat investigative shqiptare, qofshin ato të drejtësisë. Por për fat të keq ndikimi i fuqishëm dhe kapja e çdo strukture shtetërore nga Edi Rama do ta avonojë disi, nuk mund përfundimisht ta pengoj, por do ta avonojë dhe do ta shtyjë sa më shumë të jetë mundur që të mos dalin këto të dhëna, të mos publikohen këto të dhëna, të mos hapen çështje hetimore për këto të dhëna, se nëse do të arrijë kjo, por unë jam çik skeptik në këtë fushë, atëherë detyrimisht që kjo do të jetë fundi, jo vetëm për këtë arsye, fundi i Edi Ramës si politikan, si kryeministër dhe i vetë qeverisë që e rrethon. Kam bindjen që kjo do të realizohet, por është thjesht dhe vetëm çështje kohe. Edhe detyrimisht që këtu edhe vendet e Bashkimit Evropian, vendet partnere, me shërbimet e tyre, qoftë dhe për drogën, qoftë edhe për element të tjerë që janë në kundërshtim me ligjit ndërkombëtar që ne kemi nënshkruar, jemi bërë pjesë e konventave të ndryshme, por dhe me ligjet tona shqiptare, janë penguar. Me gjithë se kanë patur informacione, janë penguar, ose më saktë janë dekonspiruar aksionet e ndryshme, dhe për këte ka dhe zëra, unë nuk kam në informacion të them të asil si fakt, por ka dhe zëra, që për shembull njëri nga vendet e Bashkimit Evropian më të fuqishëm, Gjermania, ka shkputur dhe bashkëpunimin me strukturat e policisë së shtetit shqiptar. Për këtë fakt, sepse ka ardhur me fakte atje, ka ardhur me përgjime, dhe kur kanë vajtur për të ekzekutuar një, si më themi, operacion, janë dekonspiruar operacionet, si lidhet bie fjala elementet e drogës, elementet e call centrave, të cilat kanë gjetur vetëm ambientet në të cilat nuk janë ndaluar personat përgjegjës dhe ata cilët e organizojnë. Dhe kjo për një sy qytetari të vëmendshëm, por edhe një sy shtetari të vëmendshëm, konkludon se strukturat me të cilët bashkëpunojnë vendet partnerët e Bashkimit Evropian janë të tradhtuara për sa kohë nuk arrihet ekzekutimi dhe kapja e vënia përpara përgjegjësisë e drejtësisë, elementet të cilët merren me këtë lloj kontrabande. Kjo është pjesa që e ka rënduar pozitën dhe vazhdon të rëndoj pozitën e kryeministit shqiptar në arenën ndërkombëtare. Kjo qëndron edhe tek pjesa e trafiqeve të drogës, se trafiqet e drogës mu si qytetari thjesht më duket sigur nuk ka kontroll. Ajo ka kontroll dhe dihet linja se ku niset, ku përfundon dhe kush janë sasitë e kush janë përfituesit. Është totalisht në investigim të plot dhe në atë moment kur, si më themi, mbushet kupa në zhargonin popullor, atëherë strukturat veprojnë në përputhje të plot me fakte.